Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju skuqet veshje ose dëgjoni zhurma ja se çfarë do të thotë kjo për shëndetin tuaj. Sipas shumë studimeve shëndetësore ekziston një lidhje neurologjike midis pikave të trupit tonë dhe organeve të brendshme. Vëzhgimi i veshëve tanë mundet të na ndihmojë që ne të njohim gjendjen tonë aktuale shëndetësore, apo edhe të parashikojmë problemet shëndetësore në të ardhmen. Gjithashtu veshët munden të na ndihmojnë të kurojmë disa sëmundje. Duhet të dini se si është e mundur kjo dhe përgjigjen do ta gjeni pikërisht në këtë video. Veshët munden të shërbejnë në identifikim. Kur lindin veshët tanë janë tashmë të formuar plotësisht dhe për këtë arsye, ata munden të përdoren për të njohur ose dhe për të identifikuar gjithashtu njerëzit. Nga ana tjetër duhet të dini se ata janë të ngjashëm me gjurmën e gishtë-rinjve. Gjene recesive ose dominante. Sipas studimeve, një llapë veshje e bashkuar e ngjitur në kokë është një tipar i trashëguar recesiv. Një llapë veshje e ndarë është një tipar mbizotërues në trashëgimi. Sëmundje koronare të zemrës. Një rrudhë diagonale në llapat e veshit mundet që të tregojë se ju keni sëmundje koronare të arterieve ose mundësi që ajo të ndodhë së shpejti. Mungesa e vitaminave dhe kalciumit. Nëse veshët tuaj janë të zbehtë, kjo mund të tregojë se ju keni nivele të ulta midis vitaminave ose kalciumit në trupin tuaj. Probleme me veshkat. Nëse veshët tuaj janë të kuq, kjo mund të nënkuptojë se keni probleme me veshkat. Çrregullime të trurit. Nëse veshët tuaj janë të kuq të ndezur, mundet që të jetë një shenjë e humbjes së kujtesës, dhimbje koke të shpeshta ose sëmundje të trurit. Inflamacion i kërsit të veshit është gjithashtu një simptom e një sëmundje e cila quhet polikondriti relapsues. Refleksologjia e veshit. Refleksologjia e veshit është gjithashtu po aq efektive sa dhe ajo e këmbëve ose pëllëmbëve për lehtësimin e stresit dhe gjithashtu të dhimbjes. Më shumë se 200 pika akupunkture në vesh janë të lidhura me organe të ndryshme dhe sistemin tuaj muskuloskeletal. Shtypja mbi këto pika mundet ju ndihmojë që ju të zgjidhni shumë probleme shëndetësore, fizike dhe njëkohësisht emocionale. Shumica e pjesëve të trupit dhe organeve përkojnë me fëmijën e palindur në pozicionin e fetusit. Gjithashtu duhet të dini se nëse keni infeksion veshi, këto janë kurat natyrale që do t'ju shpëtojnë. Infeksionet bakteriale dhe virale janë njëkohësisht të zakonshme sidomos gjatë muajve të dimrit, edhe pse fëmijët munden që të bien pre e tyre mundet të ndodhë edhe tek të rriturit. Këto infeksione mund të prekin zona të ndryshme të trupit. Shkaqet e infeksioneve në vesh. Mbi ndërtimi i dyllit në vesh, mungesa të vlerave ushqyese, defekte gjenetike, alergjit ushqimore, alergjit mjedisore, shenja dhe simptomat të infeksionit të veshëve, dhimbje në vesh, dhimbje koke dhe ndjesi gricëse në vesh, lëngje të cilat rrjedhin nga veshët, temperaturë e lartë dhe njëkohësisht përzierje të vjella, probleme me gjumin dhe përgjigje të varfëra ndaj tingujve. Këto janë kurat herbale për infeksionin e veshëve. Hudhra. Hudhra ka veti antimikrobiale nga natyra dhe mundet të japi veti çliruese të dhimbjes të cilat e rendisin si një nga kurat natyrale më të mira për infeksionin e veshëve. Ljasi mund ta përdorni, merrni të paktën 2 deri në 3 thelpi hudhër të pagatuar, zjeni 3 deri në 4 thelpi hudhër në ujë
për 5 deri në 7 minuta dhe më pas shtoni aty edhe pak krip. Vendoseni këtë në një rrobë tepër të pastër dhe vendoseni pranë zonës së veshit të infektuar. Përgatisni vaj hudhre. Gatuani 2 thelpi hudhër në 1 deri në 2 lugë gjelle vaj susami derisa ajo të marrë ngjyrë të zezë. Nga ana tjetër, kur vaji është pak i nxehtë, hidhni 2 deri në 3 pika vaj në zonën e infektuar. Borziloku. Indianët e pëlqenin kaq shumë borzilokun dhe vetit e tij sa që e quanin atë borziloku i shenjtë. Ajo përdoret gjithashtu edhe për të kuruar infeksionet e vogla të veshëve dhe njëkohësisht të çlirojë edhe dhimbjet. Nga ana tjetër, nxirrni lëngun e 4 deri në 5 të gjetheve të borzilokut duke i shtypur ato dhe aplikojeni më pas këtë lëng direkt në veshin tuaj të infektuar. Mundohuni nga ana tjetër që të shmangni që lëngu të hyjë brenda në kanalin tuaj të veshit. Dhe gjithashtu nga ana tjetër duhet të keni parasysh se mund të përgatisni vajin e borzilokut edhe vetë në kushte shtëpie duke e shtypur gjethet dhe duke e përzier me vaj në kokosi dhe fërkojeni atë butësisht. Më pas, zhysni një top pambuku në të dhe fërkojeni butësisht rreth zonës së jashtme të veshit. Preferohet që ta bëni këtë 2 herë në ditë. Qepa. Qepa punon si një kurë natyrale e mrekullueshme për të trajtuar infeksionet e veshëve. Jasi duhet të procedoni. Prisni një qep, vendoseni në mikrovalë për disa minuta dhe aty shtoni disa pika likuid në zonën e infektuar. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës nga ana tjetër punon si një kurë tërësisht natyrale efektive për veshin e infektuar. Ja se si mundet ta përdorni. Përzieni sasi të barabarta të uthullës, ujit ose alkoolit dhe zhysni gjithashtu pak pambuk në këtë përbërje. Bllokoni veshin tuaj për 5 deri në 7 minuta. Më pas, hiqni pambukun dhe shtriuni në anën e kundërt për të hequr lëngun nga veshi i cili mund të ketë shkuar në kanalin e veshit. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë edhe kurat natyrale për të qetësuar dhimbjen e veshit. Infeksionet. Marrja e vazhdueshme e antibiotikëve, përdorimi i tepruar i kufjeve, dëgjimi i muzikës me volum të lartë, futja e ujit në vesh mund që të na shkaktojnë dhimbje të forta dhe pse jo, nga ato dhimbje të rrezikshme për shëndetin. Përpara se ju të gjeni shpëtim tek medikamentet, ne ju sugjerojmë që të provoni disa trajtime tërësisht natyrale, të cilat ju mundet që t'i bëni në kushte shtëpie. Një mënyrë për të qetësuar gjithashtu dhimbjen e veshit është aplikimi i kompresave të ngrohta. Hudhër. Hudhra ka veti antibakteriale e cila lufton çdo burim infeksioni dhe ju mund të shtypni disa thelpi hudhër, t'i vendosni ato në një copë të pastër dhe me të mbuloni veshin. Rrini shtrirë për 20 deri në 30 minuta. Vaj i pemës së çajit. Një tjetër kurë natyrale është vaj i pemës së çajit falvetive, antibakteriale, antiseptike dhe antifungale dhe antiinflamatore që luftojnë burimin e dhimbjes së veshit. Gjithashtu mundet të përzieni vajin e pemëve të çajit me vaj ulliri para se të hidhni disa pika në vesh. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.